Djali një zyrtari policor në Klinj po dyshohet që gjujti me armë zjarrin, ndërsa preva e goditi një qytetar që ishte duke qëndruar në një obar afër këtij lokali. Ngjarja ka ndodhur me 19 shtator 2025 në lokalin Kuzhina e Djalit, pronë e familjes së zyrtarit policor Mon Morina. Kallzo.com zbuloi se me armë u gjuajt nga 2 persona, njëri nga ta edhe djali i policit Morina, për të cilën tashmë është hapur rast për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm dhe përdorim të armës. Në të njëjtën mbrëmje dyshohet që ka shtënë me armë zjarri edhe djali një politikani. Nga plumbat që u shkrapën në natën e 19 shtatorit nga lokali, ishte plagosur lehtë një qytetar që ndodhej në oborin e axhës së tij, duke psuar kështu një gërvishtje mbi vetullën e djathtë. Ajo që e bën rastin edhe më të rëndë është fakti që në momentin e të shtënave me armë zjarri në lokal ishin të pranishëm të paktën 3 zyrtarë policor, përfshirë Mon Morinën, si dhe policët Endre Traci e Ale Kamberi. Megjithatë, asnjëri prej tyre nuk ka reaguar për me ndalu personin që qëlloi me armë e madje, as nuk e kishin njoftuar ndonjë prej kolegëve të tyre për këto të shtëna. Kështu edhe ka konfirmuar 2 ditë pas publikimit të hulumtimit nga Kallzo.com edhe zyra për informime policisë në Pej, duke thënë që rasti ishte marrë në trajtim pasi qendra kryesore e mjekësisë familjare në Klinj kishte thirrur për të lajmëruar plagosin e qytetarit. Kur ishte pranuar informacioni, edhe prokuroria e Pejës kishte urdhëruar që rasti të hetohet edhe nga Inspektorati Policor i Kosovës, pas informacioneve se brenda lokalit ndodheshin të paktën 3 zyrtar policor. Deri më tani, IPK ka konfirmuar që kanë marrë pamjet e lokalit dhe janë duke trajtuar rastin për të vazhduar tutje për të hetuar edhe rolin që patën zyrtarët policor në ngjarje. Po ashtu policia e Pejës deri më tani ndonë se nga Kallzo.com ju është kërkuar që pyetjet dhe pretendimet për zyrtarët policor tu dërgohen të njëjtëve për të marrë edhe versionin e tyre, ata nuk kanë kthyer asnjë përgjigje, por kanë heshtur për veprimet e zyrtarëve policor karshi ngjarjes e cila kishte ndodhur me 19 shtator 2025. Policia ka konfirmuar ngjarjen pa dhënë asnjë detaj për përfshirjen e policëve në të dhe moslajmërimi nga ana e tyre të shtënave me armë që i kushtuan një qytetar i cili nuk ndodhej në lokal, por 10 metra larg.